Dje në parlamenti është radha e krerëve të institucioneve të larta të drejtësisë për të paraqitur raportet e tyre vjetore. Pavarësisht retorikës politike, debati tregoi se të gjitha institucionet kanë nevojë për më shumë pavarësi dhe kjo është një thirrje e përsëritur nga të gjitha këto institucionet të drejtësisë, të cilat gjithashtu kërkuan më shumë kapacitete dhe më pak ndërhyrje. Do të na ndihmojë të marrim më tepër përgjigje për sfidat e drejtësisë zoti Alfred Balla, ish kryetar i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, avokat dhe jurist i njohur. Mirëmbrëma, faleminderit që na u bashkuat në program. Kolegët tuaj nga institucionet e drejtësisë në mënyrë të përsëritur pas kaq vitesh vijojnë të përsërisin të njëjtën gjë. Më tepër pavarësi, më tepër mekanizma kontrolli për magjistratët. Pas gjithë këto vitesh reformë në drejtësi, si e shikoni, pse nuk realizohet ende kjo kërkesë e tyre për më shumë pavarësi institucionale? Mirëmbrëma Leftion, në fakt kjo është koha kur gjithë institucionet e pavarura ato të drejtësisë raportojnë përpara kuvendit dhe është një moment i mirë kur shkëmbehen problematikat që ka dhe ky sistem. Në Shqipëri, si në gjithë botën demokratike, check and balance mes pushteteve ka filluar të funksionojë, por me një ndryshim të vogël që në vendin tonë, unë personalisht do isha që si prokuroria e posaçme ashtu dhe prokurori i përgjithshëm nuk duhet të dilnin me raportim përpara kuvendit, por kjo gjë duhet i kaloj për mendimin tim Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pasi të dy këto organe kushtetuese janë organe që japin llogari dhe ja raportojnë njërë në vit përpara Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe do ishte më komode që ashtu si Këshilli i Lartë gjyqësor paraqet përpara kuvendit të gjithë problematikën e gjyqësorit, këtë gjë ta bënte edhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Normal që kjo do ndryshime kushtetuese, do vullnet politik, por këto seanca dëgjimore të hapura para gjithë deputetëve, para gjithë publikut janë një moment të reflektimi, qoftë për deputetët, qoftë për qytetarët, për qoftë edhe për vetë drejtuesit e institucioneve që ata përfaqësojnë. Në ndryshim nga prokurori i përgjithshëm që ka një organ, thuash për atë organ ai është i centralizuar, flas për prokurorin e përgjithshme, prokurori i prokurorisë posaçme, zoti Tumani, ka 20 prokuror dhe me ligjin aktual, organi më i lartë i prokurorisë posaçme është mbledhja e prokurorëve të posaçëm. Pra, vendimarrja kryesore, përveç asaj procedurale, në anën e organizimit të rregulloreve të mënyrës se si do të funksionojë ky organ apo qoftë byroja kombëtare e hetimit, ligji ja ka vënë pra mbledhjes së të gjithë 20 prokurorëve. Pavarësisht se kjo nuk është përfolur shumë ose nuk është parë nga ky këndvështrim, ka ardhur momenti që kjo mbledhje të jetë decisive në vendimarrjen e këtij organi i cili me thënë drejtën gjithë ne si qytetar tashmë po dhe si organet tjera zbatuese i kanë kthyer syt nga ky institucion. Spaku në fakt ai që mori dhe vëmendjen më të madhe në seancën e fundit, por një kërkesë e përsëritur është kundër ndikimit politik dhe vetë zoti Dumani në sugjerimet, rekomandimet e tij drejtuar ligjvënësve tha se ndikimi politik, ndikimi disa herë nga media, presionet që vijnë nga të gjitha palët përbëjnë shqetësim për punën e tij dhe të prokurorëve të tjerë. Po nis nga media, në fakt media kritikat apo interferimi që mund t'i bëjë media organeve të drejtësisë, qoftë edhe prokurorisë posaçme apo byros kombëtare të hetimit mund të jetë pozitive. Unë nuk e shoh në kontekstin negativ. Pavarësisht që çdo njeri apo çdo institucion nuk do ishte komod që të kritikojë apo t'i prekeshin pikat e dobta, por gjithsesi nuk e quaj median domethënë faktor negativ, nuk e di në çfarë konteksti ai e ka thënë, po në lidhje me politikën, një nga kjo faktikisht që po shpjegoja ishte nëse duam që mos të intimidohen ose mos të tingëlloj edhe në publik sikur parlamenti po i kërkon llogari prokurorisë posaçme, e cila është një strukturë që i përket pushtetit gjyqësor, atëherë mund bëhet kjo zgjidhje që thash që të raportoj kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe
prokurori i përgjithshëm dhe drejtuesi i prokurorisë posaçme shumë mirë, siç e ka ligji dhe kushtetuta, mund të raportojë një herë në vit përpara Këshillit dhe pastaj Këshilli ta mbledhë dhe ta paraqesi ai problematikën. Se kjo ndarje me sistemit të prokurorisë në 3 sektor, pra janë 3 që raportojnë, kurse Këshilli i Lartë Gjyqësor është ai i cili e përcjell shumë më drejt për drejt dhe të pacopzuar problematikën. Gjithsesi, nuk mendoj që ne jemi në një shtet 100% të imunizuar nga ndërhyrjet politike apo retorika politike. Retorika do ketë, ka pasur, do ketë dhe nuk besoj që do të... Ju po të shikonit edhe nga mënyra se si drejtoheshin pyetjet, për shembull nga deputetët, një pjesë ishin të mirëfillta retorikë politike, një pjesë mase nga që vjen nga sektor të ndryshëm tjetës dhe nuk e din kompetencën ose edhe nëse e kanë mësuar u pëlqen që të përcjellin në ekranin e televizorit apo edhe në këto ngjarje evente ku me thënë drejtën gjithë opinioni publik i ndjek, edhe unë isha një nga ata që ndoqa me vëmendje raportimin që ishte pra një show, po thoni ju, nga ana e ligjvënësve, duke pasur zotin Dumani aty. Show në kuptimin që normal, ata janë përfaqësuesit e tanë, të themi, qytetarëve dhe ata dhe mund ta shfrytëzojnë edhe për të bërë ndërhyrjet politike. Shkon në fundit rezolutat, filloj që nga Këshilli i Evropës, gjitha rezolutat apo dhe në parlamentet e vendeve tjera perëndimore janë më shumë politike, administrative, jo detyruese, edhe kur isha në Këshill, rezoluta që bëheshin për Këshillin e Lartë Prokurorisë për shembull, edhe vetë ligji e ka përcaktuar që janë detyruese deri në atë nivel që lejon ligji. Por nuk mund t'i bëjmë prokurorit drejtuesit SPAK-ut pyetje për çështje konkrete që efektivisht edhe nuk mund t'i di, se nuk mund ta di prokurori SPAK-ut gjithë nivelin e hetimeve që kanë 20 prokurorët e tjerë, apo çfarë hetimesh ka në dorë hetusit, janë 60 hetus të Büros Kombëtare të Hetimit. Pra do jetë është te kompetencave të tij, por dhe është në pamundësi objektive që ai të di të ketë informacion për çdo. Okej, ai mund të ketë çështje ku është atashuar direkt, drejt për drejt, por nuk mund të ketë një informacion për edhe ashtu si i kërkoi nga deputetët. Zoti Dumani preku një çështje specifike dhe gjatë raportimit të komisionet parlamentare kur tha se së shpejti prokurorëve të tanishëm të SPAK-ut ju mbaron mandati dhe ai paralajmëroi për vakanca që do të jetë e vështirë për të emëruar prokurorët e rinj në një afat të shpejt. Çfarë zgjidhje jepni ju, duke qenë se e keni parë nga afër këtë çështje, emërimin e prokurorëve të SPAK-ut, vetë zgjedhjen e zotit Dumani e keni ndjekur edhe personalisht duke qenë në postin e kryetarit të KLP-s. Një prej propozimeve të zotit Dumani ishte që të zgjatet afati për shembull dhe prokurorët kandidojnë sërish për një mandat tjetër 9 vjeçar në SPAK. Jo, zgjatja e mandatit dhe rikandidimi janë dy nocione të ndryshme. Pra ai tha që t'u japim të drejtë prokurorëve aktual, kushdo kuptohet se disa mund të largohen, nuk duan, të themi e përmbushën atë misionin e tyre 9 vjeçar, sepse ajo ka të bëjë edhe me kërkesat që kanë ndaj vetes, që mund të rikandidojnë direkt, sepse ligji aktual e pengon. Kjo është mund të jetë një zgjidhje në parimin dhe në këndvështrimin e pamundësisë së Këshillit të Lartë Prokurorisë për ta plotësuar, të themi, mbas 3 vitesh, sa i bie, mbas 3 vitesh, ne kemi emëruar 8 prokurorët e parë, kështu që Këshilli nuk e ka shumë problem, sepse mund ta fillojë procedurën më shpejt se sa zakonisht dhe mund të plotësohen. Ideja është që do të japim mundësi këtyre prokurorëve ekzistues që të vazhdojnë në detyrë, siç janë gjyqtarët e prokurorisë. Për shembull tani nuk ka filluar këtë debat as në nivel politik për ta ndryshuar ligjin. Është vonë apo ka ende kohë për ta bërë? Ka kohë, ka goxha kohë. Janë dhe 3 vite, për 3 vite ne mund të ndryshojmë 3 herë kushtetutën. Nuk është problem, po ideja është që duhet të ketë vullnet politik, që nëse do të pranohet, ideja ka një merak që e drejta për të qenë prokuror i posaçëm duhet të jepet gjithë prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Dhe nëse do rikandidojnë këta prokurorë që janë, potencialisht këta janë gati fitues, sepse
për 9 vite ata kanë pasur mundësinë që të hetojnë këto çështje të korrupsionit, të krimit të organizuar, të cilat janë si parakusht për të zgjedhur prokurorët që kanë 10 vite në sistemin e jurisdiksionit të përgjithshëm. Pra prokurorët e rrethave në shkurt mund të kandidojnë përballë këtyre prokurorëve dhe mundet që mos fitojnë. Kështu që të mund të rizgjedhin këta. Kjo është pak a shumë dilema, apo që kjo propozimi mirë bën zoti Dumani që e hedh për diskutim. Kjo kuptohet që do përkrahej nga të gjithë aktorët, nga të gjithë forcat politike, se mund të kërkojë ndryshim të kushtetutës, por është një opsion, ai vetë tha që unë nuk do rikandidoj, e bëj për kolegët, edhe për t'i dhënë zemër edhe për t'i stimuluar që mos të ketë cedim apo rënje të nivelit të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Duke ju referuar edhe raporteve të institucioneve të tjera, ato flasin për mungesë kapacitetesh njerëzore dhe vakanca ende të pasgjidhura. Shikoni ndonjë problem në arkitekturën e tanishme të të gjithë sistemit të drejtësisë që doli nga ajo reformë që bëri Shqipëria? Pse sot jemi ende të pa përmbushur me burime njerëzore? Në fakt, për hir të vërtetës ishte nga reformat më të thella, por mos thënë më të thella që Shqipëria e vogël bëri në këtë Europën e madhe. Arkitektura është krijuar kemi Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Prokurorinë e Posaçme, Inspektorin e Lartë Drejtësisë, kemi Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, pra të gjitha këto institucione janë krijuar. Dhe një pjesë e gjyqtarëve dhe prokurorëve kanë dalë nga sistemi, ata që mendoheshe apo që rezultuan që nuk ishin të denjë për sistemin, por ideja dhe pyetja që bën çdo qytetar, ashtu dhe unë them, a jemi mbas kaq vitesh në reformë, a jemi në merr populli drejtësinë më të mirë, sa efikase ka qenë kjo reformë? Bravo, dhe sa të drejtë, dhe këtu pastaj fillojnë ato problematikat, nëse shikojmë një gjyqësor që nuk po del dot nga ngërçi, kur ka me mira dosje, me qindra mira, me thënë drejtën, dosje pa u hetuar, pa u gjykuar, më shumë për gjykimi, se hetimi mund të jetë pak më i shpejt, po sidomos çështjet civile administrative, ku shikon ngarkesën e gjyqtarëve që dhe ata janë qenie njerëzore dhe nuk mundet punojnë në kushtet të skllavërisë. Nuk mundet që një gjyqtar të bëjë 2000 dosje në vit, kur 200 dosje është norma minimale ose e pranueshme që ai të japë një drejtësi efektive. Mundet të ketë nevojë për të shtuar numrin e gjyqtarëve dhe të prokurorëve, sepse për momentin ka boshllëqe dhe ka mungesa në gjyqtar dhe në prokuror. Ideja që mundet që t'ishte bërë dhe më mirë qoftë mënyra se si u përcoll reforma, mënyra se si ose shkallët nga duhet ta kishin nisur etj. Këto janë diskutime të gjata që mbas kaq vitesh edhe mbase nuk kanë shumë interes për qytetarët, të cilët në fundit duan të marrin drejtësinë sa më shpejt, sa më shpejt. Unë dje kisha një mikun tim i cili kishte një çështje dhe kishte filluar që në vitin 2015 dhe mbaruar në vitin 2024 në gjykatën e lartë. Pra, 9 vite që ai të marrë drejtësi. Po të bëjmë fjalë që këto janë çështye para reformës, po të mendosh që çështjet mbas 2016-s zgjasin akoma. Kështu që kjo është një nga problematikat që duhet ndërhyrë urgjentisht dhe kuptohet që këtu e ka politika rolin e saj. Shikoni ndonjë hap praktik që mund të ndërmerret për ta thyer disi këtë çështje, cili është ai? Po, nëse ne do presim që të mbarojnë dhe këto 3 vite studentët e shkollës magjistraturës, mund të jenë shumë, po ata tashmë kanë filluar. Domethënë ka një ngërç, mundet të hapet çik sistemi, nëse vendet Europës perëndimore na kërkojnë që ne vetëm të fusim gjyqtarë dhe prokurorë që dalin nga shkolla magjistraturës, por po të shikojmë në vendet e tyre ata, ku na thoshte, e kam deklaruar një kryetari i gjykatës lartë kasacionit të Hollandës, ne kemi luksta që të na vinë avokat me eksperiencë mbi 10 vjeçare që ne i lusim që ata të vinë të bëjnë gjyqtarë e prokuror, por nuk na vinë. Pra dhe ideja edhe në Shqipëri, ke me mirë avokat dhe mes tyre mund të jesh me ulem pak kriteret.
Jo, nuk është ulje kriteri kjo. Kjo është mënyra se si e shikon, sepse nuk është me i zoti një student që mbaron shkollën e magjistraturës, mbaron të themi juridikun, bachelorin dhe masterin dhe bën dhe 3 vite shkollë magjistraturës ose 2 vite dhe 1 vit eksperiencë, kur ti mund të marrësh, mund të hapësh sistemin. Nuk është kaq hermetik. Unë e kuptoj që për bota dhe Europa më shumë mendon që mund të fusi duart politika në përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por në kohën që ne kemi emergjente, ne mund të japim zgjidhje të shpejta. Tjetër mund të jetë shtimi i numrit të anëtarëve të gjykatës së lartë, qoftë dhe me mandat kufizuar, s'është thënë që mund të marrësh 10 të tjerë, ti vësh me mandat 5 vjeçar vetëm të evadohet stoku. Domethënë ka zgjidhje kështu praktike që vetëm duhen diskutuar. Po këto duhen diskutuar me juristë mirëfill që njohin sistemin, jo në botën akademike të bësh shkencë, sepse ndryshe do vesh tek këto rezultate që nga e solli reforma dhe s'po japim dot drejtim. Ndoshta teknologjia këtu mund të jap një zgjidhje, ne po flasim për futjen e inteligjencës artificiale në shumë sektor të ekonomisë, të pushtetit ekzekutiv, pra qeveria po e përdor atë gjerësisht, ndoshta në pushtetin gjyqësor. Një përfshirje e tillë e teknologjisë? Në fakt ka vend. Unë kur isha kryetari Këshillit Lart të Prokurorisë bëja pjesë në atë bordin e organeve të drejtësisë në lidhje me informatizimin e tyre. Ka element që po punohet me Europën për të implementuar, po ne jemi te kërkesat minimale, nuk po flas që ne ta fusim informatikën, të avancojmë që të na bëj vendimet gjyqësore apo të na bëj akuzat siç mund të ketë vende. Por ne jemi akoma tek mbushja e proceseve verbaleve me dorë, po jemi ende larg informatizimit, domethënë nëse në Kosovë nuk ka më dosje fizike, po ka e-file, domethënë dosje elektronike që nga policia deri në gjykatë e tjerë, Kosova që është, të themi me atë historik shtetëror që është, neve mund të avancojmë. Domethënë kjo do jetë një ide shumë brillante nëse ne fusim informatizimin e thellë edhe në sistemin e, se ndonjëherë njerëzit tregojnë edhe pak skeptike, po si do bëj nëse ka tipologji vendimesh që ato mund t'i bëj diella, kush i bie tani diella, nuk e di. Ndoshta diella ose fëmijët e diellës. Ndonjë fëmijë i diellës, po, ato pse mos ta ndihmojmë gjyqësorin, në kuptimin edhe prokurorin. Domethënë ka shumë element ku mund të futet informatika. Po ne akoma nuk kemi një sistem të menaxhimit të dosjeve, të çështjeve të kemi ato të vjetra, të qoftë në prokurori, qoftë në gjykat, është duke u punuar me sa di unë, po me ndihmën e vendeve europiane, janë hedhur lek për të bërë, po duan kohën e tyre. Ndërkohë vitet ikin dhe ato dosjet jo vetëm që nuk janë shtuar. I dosje, po janë aty dhe janë prej vitesh. Zoti Balla, shkurtimisht në fund, duke nisur gjithmonë nga ajo çka dëgjuam edhe dje u fol për mekanizma të integritetit që deklarohen të domosdoshëm, për shembull kontrollin e pasurisë për magjistratët, konfliktin e interesit, evitimin e presionit të jashtëm. Shikoni ndonjë rrezik real që këto mekanizma kontrollit mbeten vetëm në letër? Jo, nuk ka. Shiko, magjistratët sot për të bërë pra gjyqtar dhe prokuror kalojnë 2 filtra, pra 2 vetingje. I bjen një në hyrje të shkollës magjistraturës dhe një në dalje, dhe pastaj kanë kontrollin periodik, një herë në 3 dhe në 5 vite, sipas eksperiencës tyre nga këshillat përkatës, pra Këshilli i Lartë i Prokurorisë dhe Këshilli i Lartë Gjyqësor. Është inspektori i lartë i drejtësisë i cili çdo ankesë qytetarëve të këshillave, të ministrit të drejtësisë, çdo aktori tjetër është i detyruar ta fillojë ta hetojë në anë administrative dhe nëse gjen element shkelje të çfarëdo llojshme, qoftë për magjistratin gjatë punës apo edhe në jetën civile, ai duhet t'i referon menjëherë këshillave përkatës dhe merren masa ndaj magjistratëve. Dhe nëse ndaj një magjistrati merret një masë disiplinore, ai nuk mundet të transferohet apo të ngrihet në detyrë apo të bëhet prokuror SPAK apo gjyqtar në gjykatën e posaçme. Kështu që ka element që po të funksionojnë të gjitha. Bazën ligjore, me thënë drejtën, ne kemi të plot në këtë drejtim edhe me ndryshimet që janë bërë dhe është plotësuar edhe statusi i magjistratit.
nuk është se i kemi shpikur ne, por gjithsesi bota ka vite që i ka implementuar dhe ne mjafton vetëm t'i zbatojmë. E qartë, zoti Balla, faleminderit shumë për të gjitha mendimet tuaja sot në program. Faleminderit juve. Ishte kënaqësi.